që në moshë të vogël, unë kam filluar të bëj punëdore. Gjithmonë në kujdesin e mamës time, sa ajo ka qenë një punëdore shumë e aftë, e zonja. Gjithashtu edhe baba im bante punime me dronë, gjitha llojet e punimeve, sidomos qeftelia, to veglat e punës, si ka pas bën babi im, pavarësisht si ishte atëherë e mbyllur koha dhe na lejoni të di për të traktuar ose për të përhapur, pesha më shumë për shoqërinë. Edhe unë vazhdova bashkë me motrët, po unë vazhdova ke shtëpia, kam vazhdu që përsëri deri sa të më lanë sytë dhe me mja. Unë kisha dy familje që nuk kishin fëmijë, ishin 2 largë plesh, që fillova t'ju bëjnë robet atine për ditë pashke edhe për vit të ri. E kështu nini mu dëshira që të vazhdojsha edhe me tepër për të praktikuar këtë zanat. Dhe asnjëherë nuk kam ndjer lodhje, kam qef dhe natën dhe kam realizuar atë që kisha bërë në objektiv për veten time për të i modika ose për të bërë punëdore për shtëpinë time. Kur shifra një fillim tesha për vitin e ri, për dika ose për peshpes ose për komshit që kisha atë, unë ndjesha shumë të kënaqur. Dhe sidomos kur nxjerrsha vajzat nuse ose kur visha një grua që u bante me rrobe vjertitore, kisha një kënaqësi pa pame. Kënaqësi më të madhe unë kam ndjer kur jam martuar për vetë arsyen se mami im donte mi shep rrobet ke një rrobashepse tjetër, rrobet e mia. Dhe unë nuk pranova, i thasha mam, po unë përshep për gjithë këtë vajzas, përshep për veten time dhe ulja shepa rrobet e mia. E më dolën shumë të bukura dhe ndjeva një kënaqësi pa pame. Produktet e mia janë duke filluar nga rrashët mjerditore, me grip me gjitha, me fona, me pantallonat, edhe me stravece, me shemer, me tërkuz, me sharape, me papushe, me gjitha, me grep, edhe shemer kam pas bërë me mamën time, edhe zhupa kam shep, po jo të plotësisht, po vetëm atë pjesën e kolerit si, e kam bërë me dorët e mia dhe e kam gjetë me dorët e mia. Në tani e punoj këtë pijen për zhupat e rrashëve mjerditore, për kolirë si demase, për para, edhe për stravece. Edhe gjitha punë që bëhen punëdore, unë i baj. Sipas mënyrës time, tani kanë dalë edhe mënyrat e reja, por unë jam gjenja për t'i bërë.